Fushata e vaksinimit antigrip që ka nisur prej 22 shtatorit në Bashkinë Lushnjë me 22.000 doza vaksine po vazhdon. Drejtoreja e Qendrës Shëndetësore nr. 1 Athina Doka tha se në fillim u vaksinua personeli shëndetësor, pasi janë më të ekspozuar ndaj riskut se janë në kontakt të vazhdueshëm me pacientët dhe janë njoftuar të gjithë qytetarët, gratë shtatzan, fëmijët dhe personat që paraqesin rrezik në këtë periudhë. Mjekja siguron qytetarët se vaksina nuk ka efekte anësore. Jemi në stinën e vjeshtës dhe si gjithmonë në muajt shtator, tetor dhe deri në muajin maj fillon vaksinimi i popullatës. Kush duhet vaksinohen? Fillimisht fillohet me personelin shëndetësor, të cilët janë më të rrezikuar ndaj gripit dhe më pas vazhdohet me fëmijët e vegjël, me gratë shtatzane, me pacientët që vuajnë nga sëmundje si tensioni, diabeti, sëmundjet pulmonare, sëmundjet tumorale, por kjo nuk do të thotë që edhe pacientët e tjerë ose qytetarët e tjerë mos të vaksinohen. Unë inkurajoj të gjithë pacientët, të gjithë qytetarët të drejtohen pranë qendrave shëndetësore, të marrin informacion tek mjekët e tyre të familjes për vaksinimin, pse duhet të vaksinohen, kur duhet të vaksinohen dhe si duhet të vaksinohen. A ka efekt anësor vaksina? Jo. Është një metodë shumë e thjeshtë, por që ka një ndikim shumë të madh. Është thjesht vetëm një shpim dhe një temperaturë shumë e lehtë krahasuar me viruset tashmë që po qarkullojnë disa viruse paralelisht në kohë. Kjo është e papërfillshme. Unë inkurajoj edhe një herë të gjithë qytetarët të vaksinohen, sepse një vaksinë gripi sot, një dimër i sigurt nesër. Vaksina antigrip mbetet për fëmijët mbrojtja më e mirë dhe më efikase kundër virozave respirative të shkaktuara nga viruset e gripit që i prekin në stinën e vjeshtës. Vaksina është e këshillueshme të bëhet tek fëmijët 6 muaj e lartë. Unë si pediatre do t'i bëja një thirrje të gjitha nënave që të paraqiten pranë qendrës tonë për të kryer vaksinën e gripit, kryesisht për fëmijët 6 muaj e lartë, për fëmijët që janë me sëmundje kronike bashkëshoqëruese, për fëmijët që kanë imunitet të ulët, për fëmijët që shkojnë për herë të parë në çerdhe, në kopshte, në shkolla që janë akoma më të rrezikuar, duke qenë se janë të pa ekspozuar më parë nga viruset sezonale. Gjithashtu do doja që të rikujtoja që duke qenë se jemi dhe në fillimin e sezonit të vjeshtës, ka një shtim të rasteve dhe të infeksioneve respiratore dhe komplikimeve të tjera. Dhe kryerja e vaksinës së gripit mund të shmangi këto infeksione, mund të shmangi komplikimet, gjithashtu mund të shmanget dhe përhapja e viruseve dhe infeksioneve në komunitet. Ndërkohë për të moshuarit dhe pacientët kronik që nuk mund të shkojnë në qendrat shëndetësore, mjekët dhe infermierët po ofrojnë vaksinimin në banesë përmes shërbimit të kujdesit shëndetësor në shtëpi.